me u dëgju ide të tilla politike nga politikan me përvojë dhe të pjekur. Zoti Hoxha ka marrë pozita delikate, ka qenë ministri i jashtëm dhe besoj që i lexon më mirë se gjithë tjerë situatat në nivelin global se çfarë janë. Vetëm gjatë kësaj jave ke pas një 3-4 digjet ne po shkojmë kuvendës po. Jo 3-4 deklarime të presidentit të Serbisë Vučić, edhe i njëjti thotë e kem armatën më të fortë, nuk e din askush se sa kem ble armatime, bota po ndryshon, na do ta rikthejmë Kosovën dhe do të fitojmë. Kjo domethënë rreth e përçark bazat e ushtrisë serbe, cilat janë gjitha ofanzive, dhe skena politike tallet domethënë kush kujt i ka drejta me lut mshefta sa mos me lut mshefta. Se doli dje Enver Hoxha. Se tash janë so. Nuk e di arsyen, po unë përshëndes. Jo, nuk e din arsyen. Shkodra po të kërkoj me analizu moment. Është betejë mbrana PDK. Ndoshta mendoj që e ka pot rrugës edhe me kontribu me thyqat tabu, domethënë, sa kon tabu me thonë mundet me pas koalicion mes PDK-s dhe VV-s. Do diskutojmë. Ndoshta edhe don me ofru një alternativë ndryshe në subjektin e vet, me sa unë e lexova thanë që do të jetë kandidat për kryetar. Andaj besoj që do të ishte mirë me shpalos më shumë çat idenë e tij për një koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Dhe mendoj që duhet mirë të konsiderohet spari nga subjekti vet, më pastaj edhe nga lëvizja vetëvendosje. S'mund shkohet pafundësisht. Nuk mund po vazhdoj fjalinë e fundit të zotit Selamit, nuk mund të shkojmë më tutje, pra. Ne këtë që kjo gjykime, që kjo vonesë është për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive, që ka gjykata e tha, pa i thonë kush çfarë do të më bë. Ai tha që duhet më merr vesh një me veti. Është sistemi politik parlamentar me një sistem proporcional, fuqia politike e pamjaftueshme të kërku aleanca politike. Aleanca politike konsideroj më e natyrshme dhe më e nevojshme në thonën aktuale është një marrëveshje gjerpolitike që i mundson vendit një stabilitet, do të thoya afatgjat politik në të cilin përfshihen të gjitha institucionet për më njëherë. Marrëveshje gjerpolitike në kuptimin që dy partitë më duhet ta bëjnë qeveri. Një parti politike në rastin tonë Lidhja Demokratike që ka qenë e natyrshme të jetë e para me të tretën, kuptimin e konfiguracioneve politike, ai ka thënë jo që në ditën e parë, po qëndron qëndron stoike në qëndrimin e saj. Duhet të reflektoj LDK-ja se po reflekton, ai s'po don, nuk kry kjo punë, pra e ka vazhdu me thonë. Dhe ndërkohë me thonë disa zëra të tjerë në brenda Partisë Demokratike që del kaq publikisht profesor Hoxha. Ka bërë shumë mirë, sepse kjo mund të ketë edhe kosto elektorale për të, por kjo kallëzon që shkon përtej rrezikut të fitimit ose humbjes së disa votave edhe ose rëndësisë brenda partisë politike, në të cilën ai merr pjesë dhe në të cilën si vet ka pas më shumë vota sa herën e kaluar. Pra çfarë po du me thonë është se në Kosovë kush e kupton sistemin ton politik, e din që nuk mund të qeverisësh më vet. Në përjashtim ka qenë 2021, nuk mundesh më. Ky rezultat që është aktualisht e kërkon bashkëqeverisjen. Afatet kohore në të cilën gjendemi për rregullimin e problematikave në zgjedhjen e bartësve të funksionit, ose më mirë me thonë, problemet që kena me presidentin në mars të vitit të ardhshëm, kërkon që të ketë një marrëveshje të gjatë politike, e cila e siguron Kosovës minimalisht 80 veta në kuvendin e Kosovës. Unë e di që ka zëra edhe brenda VV-s, edhe brenda PDK-s, që do të ishin kundër votimit të një koalicioni të tillë, por votat janë të mjaftueshme, do të thëja, nga dy taborët, me individet që nuk janë të gatshëm për të marrë vesh. Agi Batiri do të prishte punën nëse do dilte nga VV-ja, se e tha, nëse bëhet një koalicion i tillë u ndal nga lëvizja vetëvendosje. Po prandaj të tillët do të ishin të vote ka. Ashtu është. Pra të tillët do të na poshtë edhe matematikisht, do të na bënin të lashe në kuptimin që nuk do ta votonin po supozoj për presidentin e ardhshëm të Republikës ose s'do të ishin prezent. Për çka gjykata kushtetuese ka thënë që njerëzit duhet të jenë aty dhe do të votojnë. Pro kundër ose si dash vullnetit e tyre, por do të thoya që këto alternativa duhet dëgjohen më shpesh. Madje edhe nga LDK-ja, kushdo që është interesuar që sa më parë të mundë të ka përcjell të ngërçe politike brenda atyre 30 ditëve që na kanë mbetë, në mënyrë që të krijohen institucionet e Kosovës, të japin përgjegjësi qytetarëve dhe të mos kalkulojnë këto me zgjedhjet lokale, jo zgjedhjet qendrore, jo pastaj të sforcohet kjo gjua polarizuese politike në mënyrë për me fituar ai vot në zgjedhjet lokale, pastaj pas zgjedhjeve lokale hetash u kryten zgjedhjet ose balotazhet të bëjmë një marrëveshje të gjerë politike dhe kjo është një opsion shpesh i përmendur të kohën e fundit. Pra, shikoni, të gjitha kalkulimet janë kryesisht
tërësisht puro politike dhe partijake, ndërkohë pajtohen plotësisht pa pjekurie si parafalësit politike. natyrisht. Ka dhe Pajtohen me frikë, parafalësit. nëse më Po, ka dhe frikë, për shkak se